për 4 vjet. Por neve na mbështetet ju, na mbështeti Zoti dhe në vend që të realizojmë programin parazgjedhor për 4 vjet, na e realizuam programin parazgjedhor që e premtuan në vitin 2005, e realizuam për 1 vjet. Besoj se edhe programin tash parazgjedhor që e kemi prezentuar përpara qytetarëve tanë, nuk do pritni 4 vjet të realizohet, po besoj se do të realizojmë më shpejt. Por pa marrë parasysh afatin kohor, na nuk kemi ndetur duar kryq, se kemi realizuar programin, por na përsëri bëm programe tjera dhe ato punë që është dashur dikush t'i bëne për 20 vjet, na i kemi bërë për 4 vjet. Po ashtu, na do të vazhdojmë me angazhimet tona në transformimin e fshatrave të rrethit të Gostivarit në mini qendra urbane, duke riparuar objektet aktual dhe duke ndërtuar objekte të reja të infrastrukturës. Po ashtu, na kemi kontakte me investitorë të huaj, të cilët dëshirojnë të vinë të investojnë në qytetin e Gostivarit, të bëjnë qendra rekreative bashkëkohore në interesin e qytetarëve të Gostivarit. Na i kemi përgatitur të gjitha kushtet dhe na do të mirëpresim, ashtu siç dinë të mirëpresin qytetarët e Gostivarit, të gjithë investitorë, qoftë të qytetit të Gostivarit, qoftë nga vendi, nga Republika e Maqedonisë, qoftë nga shtetet fqin, qoftë nga shtetet e Evropës të zhvilluar, janë të mirëseardhur të ndërtojnë objekte në interesin e qytetarëve të Gostivarit. Qytetarë të nderuar, në këtë rast, unë dua t'ju bëj me dije se me votën tuaj të respektuar dhe me ju bashkërisht do të realizojmë programin parazgjedhor për një jetë më të mirë dhe më të rehatshme për qytetarët tanë. Ne e mbajmë fjalen dhe do të jemi në shërbimin e qytetarëve tanë. Na prit të mbara deri në 22 mars. Ne e dim çfarë u nevojitet komunave tona. Ne i njohim qytetarët tanë. Ata s'ka nevojë për fjalë boshe. Ata ka nevojë për njerëz që punojnë. Është koha të vazhdojmë përsëri në komunat tona. Ne e mbajmë fjalën. Bashkimi Demokratik për Integrim.